Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu në Odon, në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur, ku njerëzit vinë nga të katër anët e botës dhe na thonë gjëra të bukura, na sjellin përvojat e tyre të veçanta. Sot kur udhtojmë kudo në përbot, takojmë njerëz të suksesshëm, që janë krenaria jonë. Takojmë doktora, takojmë profesora, takojmë sportista, takojmë këngëtara, i njohim, i shohim, i prekim, për plot prej atyre edhe i njohim rastësisht. Takojmë edhe kryetar komunash, takojmë edhe deputet. Një e tillë do të vijë sonte. Ajo shkoi që e vogël, shumë e vogël në Suedi. Por sot vjen në spektaklin tuaj këtu, në këtë shesh, për të na thënë gjëra të bukura si kryetare e një komune në shtetin e Suedis. Zonja e Zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, zonja nderuar Lerta Krenzi. Hajde kryetare, mirë se erdhe. Se po heziton, nuk po ule shpejta, nuk të pëlqen karriket? Po të presi ti. Po ti e kryetara, ata kryetarë ti kanë qef karriket? Unë kam qef barabarë. A barabarë? Me bo me ardhë në vizit atje në komunën tuaj Avesta, ishte kështu Avesta, se kam thonë keq, edhe me pretendu me u bo bile në kryetarë, nuk e ki problem, a? Jo, mirë se vjen. A, mirë se vjen. Ju jeni kryetare e komunës Avesta, një komunë afër Stockholmit. Po. Që sa vite? Viti i tretë është tash. A viti i tretë? Sa vjetë gjatë? 4? 4, po. A 4? Po. Edhe një vjetë, me thonë. Edhe një vjetë? Tani zgjedhja të reja. A zgjedhje të reja? Po. Në zgjedhje të reja pretendon edhe herë me kandidu? Po. Të lutë. E kemi fillu bisedë simpatike. Po si kur të zgjidhësh edhe herën e dytë, i bën 8 vjetë pastaj. A kemi pretenduar si kur taton të edhe i hera, apo ja? Nuk menoj aq larg. A nuk menon aq larg? Blerta Krenzi. Ky është mbiemri i babës, a? Po. Krenzi, a ke pyet babin, çka është ky mbiemër kështu Krenzi? E kom pyet një herë, ka thonë se është ka Shqipëria. Nga Shqipëria! Për ndryshe, kur të flisin atje, prej ku e ki rojnë? Prej ku ju thu? Prej Kosovës, Prej Kosovës? Po. Amo, Lipjan? Po. Gadime? E Gadimes, po. Komuna e Lipjanit. A ju tregon që është edhe një shpellë shumë e bukur, e rallë, e mirë? Normal. Ke shku shumë herë shpellë? Disa herë jam kanë. A disa herë ke qenë? Disa herë. Edhe ju tregon me diçka dush më krenu? Kom pas edhe shoqe, që shkanë orë me vizitu. Normalisht se kena shku të shpella e Gadime, se kanë po të gjithat. Edhe shoqet suedeze? Suedeze, po. Në përgjithësi. Si kalon si kryetare? Si është puna e kryetares aty në komunën tënde? Po, është një punë, mu më pëlqen, normal, ka shumë obligime. Ka në herë është pak e vështirë, po kështu mirë apet. Shkon çdo ditë me orar, me? A ki shofer? Jo, nuk kam. Vetë shkona? Vetë këtë du të me shku. Këta tonë të kretë kanë shofera? Në Suedi, në komunën tam nuk është ashtu. Si një qashtë pasun ju me pas shofera? Nuk është veni, nuk është kultura. Sa bukur e ke thonë. Ti ke fillu shumë më herët këtë aktivitet, po flasim edhe pak për kryetarin. Çfarë problemesh trajtoni si komunë, edhe ti si kryetare me... I ke asamblistat, apo? Ata deputet e qytetit mi qujtë. Janë shumë? Jena 41. 41? Po parlamentin e lokal. 41. Partia jam e ka 18. Sa? 18. 18? Po. Ku ki ma shumë? Ose me madhja? Po, na jena ma madhja. Sepse ju jeni partinë social-demokrate. Po. Edhe jeni antare e kryesis në region aty, a? Ashtë e vërtet, po. A i region a hynë edhe Stockholmin të? Jo, nuk është Stockholmi. Dala na quhet. 15 komuna jena. A 15 komuna? Po, komuna jam është e 4 ma e madhja. A 4 ma e madhja. Nuk e pas në bashkë komunë vogël. Jo. Dhe 4 deputeti ke, ju trajtoni problemet, po juve si kryetare shkoni për çdo ditë dhe a i keni ata drejtorët e sektoreve, apo? Po, normal se kena. Do me thone unë si kryetare kam një organizat që shkrit përnojnë
Për mu, për partijen tonë, për pyetjet që kena na. Edhe, çka shikoni? Për çka kujdesini? Për rrugët, për... Po, rrugët normal, e kena për shembull shkollat, ham për fëmijë, edhe ata të rritur. Shkollës mesme. Po, edhe është shkolla për të rritur. Edhe për të rritur. Po, i kena për shembull shtëpia të pleqve për minimu atyre. Edhe ato i trajtoni? Po, socialin e kena, do me thonë parkut, rrugët. Qerdhe të fëmijëve? Edhe ato, po. Edhe ato? Po. Parqet, rrugët? Po. Kanalizimin ujin këto? Edhe ato i kena, edhe kena banesa normal që ka komuna. Edhe banesat, se ka komuna banesa? Po. Që janë të komunës? Janë të komunës, janë publike. Kush i shfrytëzon ato? Po, ata që jetojnë aves. Ata që jetojnë aty, po, çfarë statusi kanë? Do me thonë janë njerëz që s'kanë ble banesa? Jo. Pagujnë qera, po? Po, ata pagujnë qera. A pagujnë qera? Po. Po sigurisht pak më të vogël se ato private. Paka shumë janë njëjtë. A paka shumë e njëjtë. E kanë kvalitetin shumë të mirë të komunës. A kvalitetin shumë mirë. Nëse e dish, kvalitet shumë mirë në përgjithësi. A ka segmente sociale për cilat do të kujdeseni ju? Po quj njerëz pa punë i trajtoni ju? Po, kena. Edhe ata? Po njerëz të vjetër, këto moshat e pleqërisë? Po, është detyra jonë. Pensionistët? Po. Edhe për këto kujdesini? Po. Po, për të gjitha po kujdesi? Po, komuna ka rolin shumë të madh. Si të hyrat komuna, prej çfarë burimesh i realizon? Të ardhunat komuna? Po. Do me thonë, a është kjo qendrore, a prej Republikës ju vinë paret për mi, apo i inkasoni vetë? Po, jo, po, normalisht është sa vetë jetojnë në komunë, edhe sa vetë punojnë në komunë. Pi atuj, tani bojnë tatimet edhe kthejnë tani prapat e komuna. Tatimet edhe të rrogave? Po të shtëpijave sigurisht, të apartamenteve, banesave, edhe ato tatime krejt inkasohen? Po, edhe në fund, të me thonë, bugjeti i komunës Avesës është 1.7 miliard krona. 1.7 miliard krona, sa me euro sa i bjen? Gjona di kush fenati. Kanë fillu me qitë kërifekte këta Evropa, këto krunat s'pëna i pranë, për të më theni atje. Apo mos e keni bëj ju, Svedest? Jo, po 1 euro është 12 kronë, besaj. 1 euro është 12 kronë. 12 kronë. A din pëse po më intereson? Se do më na dojnë bugjeti ju maj madhë se i Republikës Kosovës, edhe pastaj thoi nale blertën këtu letë në animon, në qka se munën me...